28 nëntori nuk shënon vetëm festën e ditës së flamurit, por shënon edhe shumë festa të tjera. Sa herë vjen ky muaj, Kosova kujton daljen e parë në skenë të ushtrisë lirimtare të Kosovës me 28 nëntor të vitit 1997 në fshatin Llaush të Skënderajt, kur gjithashtu ne kujtojmë dhe festojmë ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Është një lloj feste e shumë dimensioneve, prandaj është festa të cilën ne e lidhim gjithmonë me simbolin e lirisë. Dhe duke qenë se është festë të ftuar, kemi një njeri që jep kuptim festës me këngën dhe zërin e tij. Asim Gashi është i njohur për vokalin e tij të veçantë dhe këngët që pasqyrojnë ndjenja të thella emocionale, si dhe për lidhjen e tij me traditën dhe kulturën shqiptare, që është shumë e rëndësishme. Asim, faleminderit që jemi neve dhe urime 28 nëntorin. Faleminderit për ftesën, urime edhe juve, urime gjithë shqiptarëve, urime gjithë atyre që gjenden jashtë atë dheut. Është një festë që me të vërtetë na jep shumë emocion, është një festë që na ndjen, na shtim mund ndjesen kush jemi dhe besoj që do të jemi edhe më shumë se sa kush jemi. E bukur kjo dhe kur flasim me njerëz si ju, asi me thash edhe pak më herët që jeni person që jep një kuptim këngës, traditave dhe mundoheni shumë me rujt këtë shqiptaren që po shkon duke na u zbe dhe kemi nevojë me rujt, sepse me të vërtet duhemi me tregu se kush jemi. Por me ju nuk flitet shumë. Ndoshta flitet me këngën. Flitet me këngët apo i themi fjalët përmes këngës. Janë në propavije kemi edhe këngën, mund të them që është himni i shqiptarisë. Është një këngë që sjell gjithmonë emocion, që sjell gjithmonë tërqetje të trupit, ashtu ta them. E vërtet, shumë e vërtet. Atëherë urime gjithë shqiptarëve festa e 28 nëntorit. Mora fjale, mora varkun, mora qarkun, me i thuri këng, bashkë legendarit, ti këndoj, Adem Jasharit, ti këndoj. Darsa vjen se shepren kozin dhe reqakun. Darsa vjet se shetën e nitën. Darsa vjet dërmitin o vitën. Darsa vjet. E bukur kjo dhe sigurisht kemi shumë arsye për të festuar dhe kujtuar sakrificën e madhe që është bërë për liri dhe qëllimisht e nisa me mora fjalë sepse përmendet emri. Janë varë që qashtë bukra që ta thëm drejtën, do t'i falenderohemi tek shkruesit Naim Gjoshit dhe po sot nëse i kishim i tha Naimit, bëje një tekst kështu, besoj shumë me vështirë kështu me qenë. Sigurisht emocioni i momentit dhe rrethana. Tekst shkruesit gjithmonë tekstet më të bukura që e kam të ndëgjuar nga tekst shkruesit është që kanë ndodhur zakonisht në momente. O kanë ndodhur në një udhëtim me autobus, tren apo ku e di unë. Kështu që këto vargje janë me të vërtetë që kanë mbetë gurthemeli i kësaj këngë, po unë thash më herët si himn i shqiptarisë. E bukur kjo thënë dhe unë pajtohem shumë me këtë dhe asim po du më ndalë pak se përveç këngës ju keni qenë deri vonë edhe pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës dhe këtu po du me ndërlidhe me atë që thash se ju jeni person që e personalizon, ndoshta le të them atë që quhet shqip në kuptimin e plot të fjalës. Nuk jeni më pjesa e forcës së sigurisë së Kosovës që ka ndodhur. Kam shërbyer për 16 vite, domethënë 16 sa vite. Edhe ka qenë emocion, edhe sot është emocion, ta them drejtën. Dikon kanë lëshon në uniformë, dhe sidomos kur din që e ke bajt vetë atë uniformë, është shumë emocion. Po, pse kam pas qef uniformën, e kam pas qef gjithmonë nga dalja e parë, si që përmene më herët në Llaush të Skënderajt, kur ka dalë për herë të parë, ato ishte fjalimi që e kam bajt me maskë që ishte Recep Selimi, ka qenë Daut Haradinaj,
si dhe komandanti Muj Krasniqi, Kapuqi, që ka pas pseudonime. Dhe ta them drejtën, prej atij momenti, prej asaj kohe, gjithmonë e kam pas qef uniformën. Dhe gjithmonë kam diçka simbol on skenë ose diçka, kështu që e jep epitet pak uniformës. Kështu që nga i moment kam pas ëndër të kam edhe uniform, unë gjatë luftës kam qëndruar në Drenicë dhe këtë luftën e kemi kryer atje, dhe kështu që gjithmonë kam pas as gjatë luftës dhe më thonë o pantallona, o çizme ose diçka të ushtrisë, edhe pse kam pas moshën e vogël, kam kontribuar shumë gjatë kohës luftës. E bukur kjo dhe më intereson edhe një pjesë tjetër, sepse sigur gjithçka ju lidh me data të rëndësishme, ju lidh me le të themi festa apo diçka që shënohet dhe nuk harrohet kur. Lindja e djalit tuaj Priamit në ditën e formimit të ushtrisë së Kosovës, e planifikuar apo zoti deshti? Ashtë zoti ka dashur ato, ta them drejtën, sepse shumë njerëz kanë menduar që ka qenë e planifikuar. Po ti nuk e di se si ka me shku një shtatzani e një gruas gjatë 9 muajve. Dhe ka qenë dhe me thonë o ma herët lind, o ma vonë, kështu që gjatë kontrollave të doktorit, dhe me thonë, a jetin ma mirë se kur ka me lind një grua. Dhe atë ditë ka qenë një ndër emocionet më të veçanta për mu. Pse? Sepse në atë ditë u prit ke me lind bashkëshortja. Mas ne ka qenë transformimi prej fizikës në ushtri, që dhe me thonë edhe sot gradualisht dhe me thonë dhe plotësohen gjitha kushtet dhe të zyrtarizohet, po si datë zyrtare është dhe me thonë 14 dhjetori. Dhe kur u formu ushtria, lindi djali, atë ditë edhe e kam një video në vetur, kur edhe hypi veturën e shej kongës, por në atë moment që lën konga mora fjalë. Edhe jam pasiv në Facebook Live, kam pas hy, edhe s'ka pas ka u bloku krejt Facebooku, po dhe me thonë, kjo më lidh me djalin. Pastaj më lidh se ku marr djalit e kam edhe generalin Recep Selimi, i cili ndodhet në Hagë me të tjerët. Ashtë më thashin Kadir Veselin, Jakub Krasniqin, edhe uroj që sa më shpejt lirohen, se me të vërtet mahem padrejtisht, sepse ne nuk kemi qenë që kemi bërë që jemi shku dhe me ekupu dikan. Kështu që ne e kemi pas ekupusin këtu dhe e kemi luftu ata. Fekt, kjo është thirrje e bukur sepse po bëhet fjalë për mbrojtje të vlerave të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe që është e qartë për të gjithë ata që po na dëgjojnë, nuk po gjykohet Veseli Thaçi, Krasniqi dhe të tjerët, po gjykohet ushtria lirimtare e Kosovës, prandaj le të jemi njerëz të gjithë kundër këtij gjykimi. Ato po them sepse gjithë populli nuk do me thonë këtu s'po gjykohen 4 persona, po gjykohen 3 shkronja. E ato 3 shkronja do me thonë nuk e bëjnë vetëm këta 4 persona. E bëjmë gjithë populli, edhe unë që flas këtu, edhe jo, edhe Cima këtu. Dhe të gjithë kemi bërë kontributin ton, dhe duhet jemi të lidhun shumë ngusht për ato 3 shkronja. Çka më bën sy për shembull në Amerikë shkoj shpesh, edhe u thoj normal. Flamujt para derës së shtëpisë. Çdo shtëpi e ka flamurën para derës të shtëpisë. Edhe unë e kam vret këtë. Edhe dashuria jashtëzakonshme. 2 herë mana vitit udhtoj. Tash kam udhtu për festat e vitit të ri. Çdo shtëpi e ka, nëse nuk e ka kështu me shtisë që thojmë ne, e ka në balkon ose diçka. Kurse te ne e kanë një paragjykim pak më ndryshe. Për shembull, nëse e qeti para shtëpis, thojnë që ky po të më shit patriot, ose ky bali, ose ku e di qka. E kështu jam duke përfundu një shtëpi dhe i të kryet, jo që kam e bërë shtisën në gjatë, 20 metra gatë kam e bërë. Cilin flamur ke mezi? Me flamur kombëtar. Me flamur kombëtar. Unë kam shtetësinë në Shqipërisë, kështu që unë takon. Unë arsimi do i vendosim të dyja. Edhe të dyja, po, pse jo. Të dyja do i vendosim. Po dyqysh ky kombëtar shkon shumë më shumë. Motër e vllaj, është s'mund të ndahen, ne kam në. Ne jo motër e vllaj, ne jemi një faktikisht, po ne kemi qenë gjithmonë krahinë e Shqipërisë.
Dandania. Jemi ndadë si padrejtisht, por sidos që tjetë tashmë jemi 2 shtete që unë besoj se mund të jemi më të forta në krahasim me botën, mund të jenë 2 vota, mund të jemi njëra normal, ato politikisht në aspektin politikisht, por në aspektin e të qenurit familje jemi e njëjta familje. Njëjti gjak. Folim pak më herët edhe për gjykimin e padrejtë që bëhet në Hag dhe ndoshta kjo i nxit pak edhe ato plagët e lirisë, sepse plagët e lirisë asim janë këto ditët të cilat ne po jetojmë. Kam biseduar së fundmi me Shpëtim Agushollin. Po. Dhe duke bisedu me Shpëtimin, i dëgjova plagët e lirisë edhe merr shumë keq kur Shpëtimi më tha se ma nuk mundem me fol për plagët e mia, edhe pse ai mbetet i palëvizshëm dhe ato plagët e lirisë Shpëtimi jeton çdo ditë. Ne nuk jetojmë çdo ditë. Unë kërkoj falje për zërin tim të dridhur, por intervista, le të them biseda që kisha, sepse dëshiroja me gjithsesi ta kisha këtu, por e kishte të pamundur të vinte për shkak të plagëve të lirisë. Unë tham gjithmonë, çdo njeri që uroj që këto plagë mos na sillen asnjëherë, edhe unë kam plagë vet. Edhe kështu që domethënë është diçka që sa herë shef ose kujtohet ose diçka normal që nuk hiqen, plagët nuk hiqen asnjëherë. Edhe uroj që mos të kemi kurrë më plagë. Dhe edhe me këtë këngë dua të përshëndes Shpëtim Agushollin. Edhe unë e përshëndes shumë. Mos ke dalme prite zera Nana ime plake Mos ke dalme prite zera Nana ime plake Mos me prit mu atë dera Moje mira A për mu nuk vjen pranë vera Me kam shtina psane A për mu nuk vjen pranë vera Me kam shtina Të lumt dhe sigurisht na sjell emocione më për bes. Shumë emocione sepse kam shumë të freskët bisedën e para disa ditëve që kisha me Shpëtimin dhe nga ajo po është se të gjitha ato plagët që jeton ai njeri çdo ditë janë liria të cilën e gëzojmë ne. Dhe për shkak të atyre plagëve ai njeri zgjedh edhe të mos flet në publik që është madhështi. Është madhështi dhe këtë këngë sigurisht doja t'ja kushtoja Shpëtimit dhe të gjithë ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët kanë dhënë gjithçka. Shpëtimi ka dhënë këmbët, dikush jetën, dikush duart e dikush familjen. Atëherë kur i kujtojmë këtë gjëra dhe kur i flasim këtu, ta them drejtën se mos bëhemi ndonjëherë nervoz me politikën që kemi sot. Me vujtje që ka ky popull përbes asnjë popull në Evropë nuk ka. Po kalot gjithmonë të përçamjem. Kalot gjithmonë këshyrim interesin, e këshyrim karrikën. Edhe kështu që do t'i kujtojmë jo vetëm luftën, po do ta kujtojmë me shekuj kemi pas lufta. Po kjo lufta e fundit që e kishim është me freskëta. Unë vetë kam pa, për shembull, me sytë e mi, kam pa masakra që është bërë, për shembull, në Drenicë, dhe nuk është e kollajshme, sot i kam 2 fëmijë mi. Edhe nuk është e kollajshme që po supozoj sot mos do zot inshallah kurr, po sot po të filloj lufta. Mas pari normal që do të mendojsha për ata fëmijë. Po ata që kanë dalë dhe u vranë dhe e dhanë jetën për këtë vend dhe kanë gjurmë sot, nuk i kanë 2 kam që po thuti, edhe ata kanë pas fëmijë. Po unë, ti, ai tjetri do të përulim para këtyre njerëzve. Dhe kështu që do t'i vlerësojmë shumë lart dhe uroj që ky shtet të jetë pak më i
i vëmendshëm tek këtyre njerëzve, sepse nuk është vetëm gjurë të trupit që nuk i ke. Është një pyetje depresioni, është një pyetje e ardhmja e tyre, është një pyetje fëmijët e tyre. Ti ki fëmijë dëshmorëve ose ki fëmijë të invalidëve të luftës që i kanë pas prind në luftë, sot janë pa punë për shkak politikave. Unë pyete më herët për diçka në filharmoni për shembull, para se me hynë në mision këtu. Do më thonë kështu që kur ti jepet gjithkujt me qenë drejtori në një institucioni, kupton, ai nuk din as vlerat luftës, as nuk i intereson. Ai ka që vetëm familjen e vet tash e mirë. E kështu që nëse nuk vim na deri në Amerikë që trajtohen invalidët e luftës, edhe trajtohen veteranët e luftës, mos ta ata të rrejshëm që kanë qenë, se populli ka marrë sikurse s'ka luftuar askush dhe sikur këtë luftë na e pruni dikush nga qielli. Po, edhe unë kum kontribu. Po sot s'kam as certifikat luftës as kurrë gjallë, s'më intereson me pas, sepse e kam jetën mirë, punoj mirë, e kam profesionin me çka punoj, edhe normal që nuk më ka interesuar edhe me marr, ku mujt me marr. Po do me thonë, populli nuk do të me thonë, haj se nuk ka luftu. Edhe pse marrin këta penzion ose anina, e ki ato që e morët i shembull, e shumë shembuj tjerë. Kështu që nuk do t'i paragjykojmë se dikush merr edhe nuk ka qenë ta bëjmë të njëjtin paragjykim me këto që kanë më shumë. Sigurisht, këtu besoj që luan rol shumë të madh kënga, arti, muzika dhe media në mënyrë që të mos zbehet lufta e pastër e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe për këtë arsye dua të pyes se sa e rëndësishme është që të promovojmë festa të tilla në kuptimin e asaj që edhe fëmijët t'i edukojmë në frymën shqip, sepse sikur po na zbehet kjo fryma shqip. Po ne vetëm festa e mbajmë këto. Jemi të bashkuar. Si të kalon 28 nëntori me 29 njëmë ata që jemi me njerë. Më stam gjithë, po shumica, po për besë sa kam mendu që jem patriota nuk jem. Ta thëmë drejten. Unë edhe në Kroaci kam qenë shumë shpesh, shkoj shumë shpesh, dhe Kroati ki shumë patriota. Edhe halal i koft. Nuk po thamë që nuk jemi. Po jemi një masë ma e vogël se sa që na banë krejt popullsinë. Edhe kështu që unë tash e mora shembull Amerikën, flamurin e Amerikës për shembull. Po, për me fol për ushtrinë lirimtare të Kosovës, beso me ligje kisha bë. Sidomos në televizione. Më dha hapsin të lifar legendët me fol për ushtrinë lirimtare të Kosovës. Për diçka shumë të shenjtë. Për diçka që s'ka qenë vetë hiç, ose s'e ka për krah, ose s'ka pas, më fal shprehje, për më shku atje me kap me hyn front, siç kanë hyrë të tjerë. Edhe për sa kisha bë me ligj. Që, në më thonë, kush të folë, të venin me shku atje. Qka më banë më gëzu shumë, në gjdo malet Kosovës, gjdo simprizërensi në përshumicën e pikave të mlajat maleve që i kemi, jem vendosë 3 shkollë, ushtria lirimtare e Kosovës. Nuk ditë, ka rënë sy. Po. Edhe dhe më thonë, kjo më banë shumë krenar, si ka të cilësh, dhe më thonë aty në bile, sidomos që ja vret synin, ka të cilën i shojnë. E bukur është dhe ajo që liria ka emër, edhe sigurisht se ka emër. Edhe liria ka emër, po i kam bo këtu 3 shkronjat me ngjyrën që natën duken shumë bukur, dhe më thonë. Po se në çdo territor të Kosovës e kanë bërë ato. E bukur është kjo. Po du me ndal pak edhe te përmendet pak më herët që fëmijët, e përmendet faktin që djali ka lind në ditën e formimit të ushtrisë Kosovës. A ka uniform djali? Sepse djali im e ka uniformin e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po, djali im e ka uniformën, e ka flamurin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e ka edhe plisin, po e ka nga Recep Selimi. Sepse e kam duket më herët, është edhe kumar i Recep Selimit, edhe kështu që ta them drejtën, çfarë kënaqësia është ta kesh kumar Recep Selimin, dhe po ai njeri ka qenë njeri parë që ka lexu letrën në laush të Skënderajt në vitin 1000 kur u vra Geci, mësuesi Geci, Halil Geci. Aty ku për herë të parë ushtria lirimtare e Kosovës doli në skenë. Edhe, dhe me thonë, e ka maskën, dhe çka do thotë flamurin, e ka, dhe me thonë, kapuqin, që kemi si simbol kapuqin e barne, edhe ka edhe uniformën, po e ka me shkrume, kështu që për festën e 28 nëntorit bile e ka shkrume. Kur të pyesin, a je kosovar apo shqiptar? Unë është gjithmonë ja opaj, Shqipërin e tua se jam shqipetar, Kosovën e tua se jam kosovar,
O Shqiperin e tua se jam shqipetar, Kosovë e Shqipëni jem bashkim kombëtar. Kosova. Në kjo E bukur. Edhe kjo këngë e bukur është që na shoj Cima. E bukur. Pyet Kosova për një çik. Po kur unë pyet Kosova për shqiptarë, do të thonë kënga është e shaqir Cervatikut, Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shqipërinë e dua se jam shqipetar, Kosovën e dua se jam kosovar. O Shqipërinë e dua se jam shqipetar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shumë, sepse në fakt kjo është përgjigja e duhur. Sa herë që pyetem se si ndjehem, unë ndjehem njëjtë si atje si këtu, dhe këta dy flamujt i dua po njësoj. Sot e kam këtu këtë flamurin e stemen që e kam vendosur, po sigurisht në shkurt do e vendosi atë të Republikës së Kosovës, sepse janë dy festa, të dyja simbolizojnë lirinë dhe si të tilla ne duhet t'i pranojmë ashtu. Neve Shqipëria, mos me pasën Shqipëria, ne edhe luftën se kishim fitu. Ato ti jesh i bindur lutot kush don që ka. Ka qenë arteria kryesore e lëvizjes. Sepse nëse e marrën prej vitit 92-91, kanë shku grupi Adem Jasharit, i Zer Paezitit, që duhet ju përullim gjithmonë. Do më thonë ushtrimet e para kanë qenë në Shqipëri. Jo rastisht ndodhen trazirat në 97 në Shqipëri për t'u hapur kazermat, për të marrë armatime për marrë me luftu këndej. Kështu që pa Shqipërinë as lufta në Kosovë si shfitu asnjëherë. Normal tani edhe pa shtetet mike, se që është Shtetet e Bashkuara e Evropa. Sigurisht, më intereson si e feston 28 nëntorin, ku je zakonisht për 28 nëntor? Për këtë 28 nëntor, domethënë jam në Zagreb, tek shqiptarët e Zagrebit, po më 27 zakonisht në diasporë festohet, domethënë jo, edhe pse është 28 nëntori, festohet weekend për shembull. Më 27 do të jem në Pul të Kroacisë, më 28 në Zagreb të Kroacisë, në kryeqytetin kroat, ku ka shumë shqiptar që kanë kontribuar shumë për luftën, dhe me të vërtetë populli kroat na don shumë. Me 29 do të jem në Skandinavi, në Suedi, po ashtu për festën e 28 nëntorit, dhe kështu që domethënë gjithmonë jam me publikun, gjithmonë jam me njerëz, dhe gjithmonë me flamuj kombëtar në duar. E ke përshtypjen që në diasporë festohet disi sikur më mohofshëm? Po, gjithmonë, normal. Festohet mohofshëm. Ndoshta është nostalgjia. Është nostalgjia, është normal. Diaspora jonë është me të vërtetë kemi një diasporë të mrekullueshme, ku ta them kërkoj falje më herët që se përmenda, se diaspora na kanë ndihmuar shumë për atë ku jemi sot, dhe na kanë ndihmuar shumë për luftën, kanë dhënë shumë parë, kanë bërë shumë organizime. Te Kosova dhe si është ndërtu për mos bëhet tash 26 vite, po bëhen po tham për 20 vite. Ti më në Kosovë s'ka pa asnjë shtëpi të djegur për shembull. Sepse këta ka bërë të mëshme diaspora. Kurse shkon Bosnë, ende janë gjurmët e luftës. Jo, janë gjurmët. Hala gjysën e shtëpisë e ki me trajtë të djegur, gjysën e ki të renovume. Ose Vukovar në ka Kroacia për shembull. Edhe kështu po në Kosovë sot një shtëpi të djegur nuk e ki, vetëm nëse e ka lënë për muze. Ki edhe shumë njerëz që kanë lënë një shtëpi që të duken plakët e luftës, edhe kanë lënë për muze. Kështu që këto e ka bërë gjithmonë të mundshme diaspora. Asem kur diaspora është në atë pikun e atmosferës, cilën këngë kërkojnë më së shumti? Mora fjalë, po. E çrregullon komplet situatën. Mora fjalë është një ndër këngët që e kërkojnë më së shumti, po i bën era rreth e zeza, edhe këto që kënu me herët. Marshin e UÇK-s? Edhe marshin e UÇK-s, po, normal, po, edhe po. Unë nuk po e kërkoj nga arsimi, por nga ju.
marshin e UÇK-s e ndjen sepse marshi i UÇK-s me thon drejtën që tash mundet me na çun luftë krejtëve. Po, dëgjoj, kënga është diçka që ti jep frymëzim. Edhe shumë djem, shumë vajza kanë marrë rrugën me këngën UÇK-s, kanë marrë me këngën sërish vjen Marsi, e shumë këngë tjera. Edhe kështu që kënga është ajo që t'jep zemër. Kënga është ajo që t'jep liri. Domethënë, është e kam dëgjuar dikun, po mënoj në përfrontet e britanezëve, për shembull. Mas pari kanë filluar marshimet ata që bëjnë muzikën, grupa e muzikës për me dhënë zemër këtyre mrapa. Edhe kështu që muzika është, unë gjithmonë tham, muzika është njërin më të egër e bën njërin më të butë. Njërin më të butë e bën më të egër. Dhe në situatat të tilla ju kishit me qenë personi ideal që kish me i dhënë zemër që të ushtrisë pastaj. Po më thojnë shumë shoqni, më thojnë që kam në ushtri në FSK që punojmë, edhe më thojnë, asë po ndodhi diçka, kemi na marrë në qafë neve. Me humor kështu po më Të aton kongës ne shkum për te i kufirit. Më intereson pak ndoshta edhe pikpamja juaj si qytetar. Po. Ç't shoqëri, qysh po e shes sot? E përmende që po i bëjmë 26 vjet pas luftës. Po. Jemi ndërtu në kuptimin e shtëpive. Por si shoqëri? Si shoqëri, ndoshta kumprit pak më shumë, po ndoshta është edhe ndryshimi i gjeneratës, është ta them ai konflikt gjenerate. Dhe unë mendoj kjo gjenerata që jemi e imja, e arsimit, e hapit. Jo më të vjetër, Po besoj më të vjetër. I keni pa do sa ne. Edhe Ashako. po besoj ndoshta jemi kjo gjenerata që ende e mojmë vendin, mundohemi ta mbajmë, mundohemi ta promovojmë në mënyrën më të mirë. Nuk është që e shoh keq, po nuk është që e shoh shumë mirë. Po gjithmonë them një fëmijë që nuk e din të kalumen, nuk e din për nga ka ardhë, edhe nuk e din se sa do të me kontribu për këtë, se na jemi alot vogël si shtet, alot të urrit jemi, atëherë s'ki qka, dhe me thonë, japones që sen shtet edhe, dhe me thonë gjithmonë orën e mësimit para kanë me folë për shtetin, me folë për të ardhurat e shtetit si vinë, qka promovuat në këtë shtet e sene. A dhe dashuria ka qenë mbjellur fort. Uroj që emigrimin ta kemë sa më të vogël, se me të vërtet kemi shumë emigrim jashtë. Edhe po gjatë sezonit verës e shef çfarë atmosfere bëhet në Kosovë, shumë e mirë. Vinë grupe qartë. Okej, na duhet me duru më pak se ata shumë stres kanë atje. Ne i bëjmë këtu, edhe më shumë i bëjmë stres. Edhe ja bëjmë një miku tim thash, po sa kolonat, sa kerret, sa shumë gjallëni. Tash parë më do këtë diaspora mu këthy. Ja, nuk ka vend në Kosovë për të qëta. Jo mërë ka vend, mirë se vini. Po du me thomë, që të kthehen gjithë, beso, ishbo si një farë loj kinë e vogël, ja. Një farë atmosfere e mirë, po vetë në shpirë me të lanë vetëm ty. A kishe jetu ose nëse je martu me bashkëshortin? Sigurisht. Por gjithsesi mendoj se ndërlidhja e diasporës me Kosovën i ka bë mirë Kosovës për shkak të ndërtimit ekonomik, sepse përndryshe të gjithë këtu bashk. Po të çdo vit janë statistika, ku është një statistikë? Miliona që hyjnë. Miliarda ndër vite, po brenda le të themi periudhave të shkurta janë miliona euro që hyjnë brenda muajve në Kosovë. Unë kam frikën që ndoshta që gjenerata, se unë them gjenerata e tretë, vinë hala, gjenerata e katërt problem ka me kanë. Edhe ka me të qenë problem, për këtë arsye po tentoj që ne të promovojmë. Po uroj që të jemi të bashkuar sa më shumë. Bashkimin. Edhe uroj që ta duam vendin. Si mos ta duam vendin. Na e ke po në shtëpia tona me hyn se cili që të hish, vizllon gjithçka. Si dalim jashtë. Si dalim jashtë. Veç e heku moskën. Gjuje qesën. Edhe përfundoj. Asim cili është urimi më i mirë për krejt shqiptarët që del prej mendjes atë zemrës në këtë momente? Uroj që festojmë në mënyrën më të mirë, po të duhemi shumë më shumë se sa që jemi duke u dashur. Mos ta shqetësojmë politikën. Politika është diçka që ndrën, kurse domethënë shteti gjithmonë mbetet ato ku është. Kurse politikanë kanë mundru. Po të duhemi më shumë se sa që jemi duke u dashur.
E bukur kjo, unë ju falenderoj prej zemrës, më dhatë shumë emocione, edhe sigurisht këtë ditë 28 nëntorit, sepse po shënojmë fest të shumë fesht në dimensione të ndryshme, por gjithçka lidhet të ngushtë me lirin i dhe kuptim të plot. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, shëndet, urime edhe juve dhe përqafime për gjithë ata që na ndëgjojnë edhe na shiqojnë. Faleminderit shumë, ishte ky një podcast festiv në prag të festës 28 nëntorit, festë që shënon shumë festa të tjera, le të themi, sepse ne marrim gjithmonë si ditën e flamurit, por është gjithashtu thash edhe pak më herët ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, dalja për herë të parë e ushtrisë lirimtare të Kosovës në skenë dhe të gjitha këto e simbolizojnë lirin. Unë uroj shumë fat për secilin prej juve dhe uroj që secili prej nesh ta ketë parasysh faktin që ne jemi shqiptarë dhe në gjakun ton është dhe frymon gjithçka kuqezi, por gjithashtu mos harrojmë se duhet ta bëjmë edhe shtetin e Kosovës. Një falënderim dua të bëj për Spitalin Fatih Emi, i cili gjendet rrugës për Çaklavica, që ku mund të gjeni shërbime mjekësore të cilat janë të profesionalizuara me emrat më eminent të fushës. Sigurisht po të hyni në rrjetet sociale mund të merrni edhe më shumë informacione. Ne do të dëgjohemi e do të takohemi përsëri. Deri atëherë mos harroni të bëni follow të gjitha rrjetet sociale të Glam Radios, Instagram, TikTok e Facebook, por gjithashtu subscribe edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Ju duam shumë urime festën.